Përshëndetje të dashur ndjekës të mi, përshëndetje të nderuar miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë ngjarjet edhe dinamikat më të fundit. Dua me ju të sjell një video që në fakt mua më ka pëlqyer shumë. Është një video tepër e bukur, është një video tepër fantastike ku Selin dhe Gimbo janë duke ndarë momentet më të bukura të tyre. Edhe pse në fakt u përfol shumë që Selina dhe Gimbo nuk janë bashkë, që Selina dhe Gimbo kanë prishur marrëdhënien e tyre, që Selina dhe Gimbo nuk do të vazhdojnë më me njëri tjetrin, por siç duket Selina dhe Gimbo kanë lënë vetëm që zërat të mbeten zëra dhe të gjitha këto gjërat i kanë hedhur në tokë duke e vërtetuar të kundërtën, duke e dëshmuar të kundërtën. Një pushim mendoj tepër i qelluar. Pushimet më të bukura janë ose nga fundi i majit, ose nga fillimi i shtatorit, nëse dëshirojmë të bëjmë pushime. Dhe pikërisht Selina dhe Gimbo, siç duket kanë përzgjedhur këtë kohën e bukur dhe fantastike për t'i adhuruar njëri tjetrit, duke që janë shumë të lumtur, duke që janë shumë të dashuruar, ka një kimi të jashtëzakonshme. Në fakt unë gjithmonë kam qenë me këto fjalë pro kësaj dashurie, sepse me thënë drejtën nuk kam parë te kjo dashuri. Janë të dy bote e njëjtë, nuk janë as ndryshe, as më mirë, as më pak. Do të thënë janë të dy bote e njëjtë, e kanë të dy të njëjtin stil, e kanë të dy të njëjta qëndrime. Do të thënë janë të lindur, le të themi janë shpirt binjak, të lindur për njëri tjetrin. Gimbo dhe Selin kanë përzgjedhur që pas të gjitha angazhimeve që patën, ju e dini shumë bukur, Gimbo solli një projekt të gjerë me Gjestin, që nuk ishte një këngë, por ishin disa këngë. Nga ana tjetër, hapi një kanal në YouTube ku të gjitha këto këngët u lançuan në kanalin e Gimbos. Nga ana tjetër bëri dhe videoklipin me Selinën, një këngë remake që do ta sjellin Terezar Tashkurtës nga Rozana Radi, një histori që do të thënë erdhi sërish në tregun shqiptar, dhe nga ana tjetër Gimbo përzjodhi që pas të gjitha emocioneve që Selina kaloi, se Selina kaloi një sër emocionesh, fituese e Big Brotherit, takimin me Tiatin dhe gjithçka tjetër, fjalët e zonjës Yasemin, nëse mbani mend në takimin që bëri me Selin, rezultuan që të jenë të vërteta, sepse ajo tha që ne kemi biseduar, do me thënë këtë fala nga familja e Gimbos, dhe aty si që pa u nis edhe fejesa, nëse mund ta themi, apo martesa, dhe çifti preferoi që të ikën në këto pushime. Selina dhe Gimbo ka vendosur që të ndajnë çdo moment të bukur me ne, ato po e shijojnë pafund të pushim dhe uroj që gjithmonë t'ju shkojë me kaq dashuri dhe pozitivitet.